Popullore albumi më i mirë. Të nominuarit janë Zeni dhe Korabi si babë e birë. Shurete Beluli e Vladi. Afrim Muqiqi ne pandahemi. dhe albumi fitues është Fitues janë Zeni dhe Korabi. Babë e birë, sigurisht, cili do të flet nga ju. E janë këtu pranë meje. Kush i ka dizginët në dorë tani? Korabi apo ju? Zoti Shkajzen. Përshëndetje të gjithëve për këtë organizim, organizatorit dhe përshëndetje gjithë kolegëve dhe adhuruesve të artit që sonte në mesin tonë këtu. Jemi së bashku, edhe atyre që po na përcjellen përmes televizionit. Dizginat i moj Allahu në dorë. Shpesh kam marrë shpërblime, por sonte është një emocion i veçantë unë si prind së bashku me Korabin që marrin këtë çim. Sigurisht që po. Korab, si është e babën tënd tani, pasi je transformuar në një këngëtar edhe shumë i suksesshëm tani? Babin e shoh si një këshilltar, si një këngëtar shumë të madh, i cili më ka ndihmuar në çdo aspekt, si në aspektin material ashtu dhe moral, edhe patë me të vërtetë se ishte këtu ku jam sot. Do na tregosh një të fshehur se në këngë nuk po e cek aty. Cila është ajo kamarierja? Kamarierja është një vajzë e cila është Vetë mbetet befasi për të gjithë ata që të shohin në jetën e përditshme apo jo? teksti i Aida Barakut, ideja ka qenë e sajna. Sigurisht që po, ju falenderoj dhe ju dëshiroj suksese të mëdha të tjeshme, si babë e birë natyrisht. Urime. Zeni dhe Korabi.